Të 5 vak namaz krejt janë të rëndësishme. Apo, ama nuk ka sabaj si drejka. Nuk ka sabaj si ikindia. Nuk ka sabaj si akshami. Apo, e tani, për këtë 5 vakve, cili ka dalu pejgamberi alayhi salatu wassalam? Sabahun dhe jacija. Ka thonë, s'ka namaz matran për munafikat se sa sabaj edhe jacija. Për munafikat, pse? Sepse munafike ka pas sikletin vesh duket për muslimanëve. Apo, e tash, ka thonë ani për ndrejk dalë edhe ju ka dhë që janë për tëne. Edhe një qini dalë, edhe në aksham dalë. O ki sabaj, ku qodhe sabaj mi ju ka dhë që janë musliman. E a ka mundë si vëzër njeri mu qunë sabaj me falë sabajin, edhe mos mu kanë i sinqert shumë shtirën. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith, nuk e ruan abdesin, nuk rrim me abdes pos besimtari. Pse? Sepse nuk e di kurkush ai me abdes asije. Çka si ka lidhë feja shumë në fe gjithçka është e lidhur me diçka që ka sekret. Po këta shite, shikoj, nëse ajetin 115 në surën e Al-Imran, çka thot Allahu, wallahu alimun bil muttaqin. Allah i di kush ai devotshëm. Pse e di? Se dunjar devotshmëria nuk shihet. Ka mundësi ti dalë fal sabaj kurkush nuk çe. Del hin saf me kapuç del jashtë. Apo, edhe qohet njëri për shemb e ka fal drekën thot, ku i o munafik? S'ka bajë namaz ti. Ama shka të dhe, wallahu alim, Allah e di, Allah e ka pa. E munafiket e kam pas shumë problem me donë sabah. E pse s'kan dalë, se nuk janë pa. U shka të dalë, a i qëllimin e ka të mshojnë. Unë që të dalë sabah kur, s'po përshaj kur kush. Se në të botë, sa konë si të na, sa të delë në sabah të shojnë se ka drita. Në kohën e pejgamberit sa më falë namazin, kohën e parë. Sa t'hinje, terri, flaka e terri. Të bon, ajo kur është nisma e agimit, po ati mërin kulmi i territ shumë. Edhe s'ka pas drita. Nuk ka pas drita. Edhe s'ka pas kur kush anësh. E munafiku që ka thonë, po s'ka të dalun ashtu se morin vesh që ka me dalë. Sa e ka me qëllim me mor vesh. Edhe jacija. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam shpesh herë jacijën ka dash me jau vanue sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe një ditë për ditëve, qatë shumë jau ka vanu jacijën, sahabët të prit, gati ka zonë gjumi. Prejtë se po dhe vësëm s'ka. Se për nësame ka das, shikoni këtu sikur në gjami që janë, këto dritarët e mdoja të gjamiës. Për nësame ka shpijen në gjithë me gjamiën. Veç ka dalë, pi murit edhe ka hi imam, mini herë. Edhe një prit, gati ka mri gjisë me natës. Edhe sahabët mendojnë që, ku me disat, ato nuk kanë kanë vëzër sikur na, bedevi. There që s'dulaj, there be hoqës s'ka problem të tretë, there ti. Jo, ato kanë prit, a kanë e debli. Heqa, që ti ka mujtë mira derës? Qka më bajrës? Jo, se s'ma me shëtsu. Delaj kur du të me dalë. A qka, të na vëzër, në ani pëse jetojnë në qytet, regullet e kena shkretinës, regullet e kena gjunglës. Ato e kam prit. Veç kur ka dalë pak para mesit natës, edhe jo ka fol namazin, edhe cisë. Edhe ju ka thonë për nga me selam, mos mu ju ranu jacija që ta që ka vaktin. Amarana, mos mu ju ranu që ta që jacija vaktin. Andaj shiko, jacija hima herët, ama vakti vlepshë ma kur? Pak para gjismës natës. Pse u ka bo këta vëzër? Sa i munafi ka thonë, o zati ki për azab ka ardhë. Ato që shtu e kanë bëhe? Azab ato në bëhe. Në jaci, në sabah. Se ti kur se ki me iman, kitë be ka e prapa shkon. Ti kur s'del me qef, sa gjëron me qef, s'falesh me qef. Që ka thonë, imam i Rusijës, i Britanijës, i Amerikës, veç e gjenë, shkollën këtu e ka atje. Pse? Se ti nuk e ki me iman. Kur e ki me iman? I dhu zgate. Pse? Se ti i tu knaqës në ta. Pse nuk i thojnë këngëtarës për Rusia? Ma knaqë i shpirtë, thot. Ma knaqë i shpirtë. Be ma kuferë me pare, kitë komplet e le ati. Se shpirtë i knaqët. E kur ven namaz, apo, e për nësëm shërë ka po, e ka shtiri racijen, pasaj në foni ka thonë, shiko, që kjo koha e me e mirë, ama, mos ju ranoj. Mos të pra. Ta dini që le a vlera, o nëse doni me emrim vlera, ma nuk ka dash me e bo liq, për shkak që mos bëhet. Para më dojzëm të shkon jacija, se herë, për shemull, në 12 natës. Njerëzit, në lodhën e raskapitën, e henez me falë jacija. Shumë më ratë. Apo, për këtë arsye Allahu xhallahu ala ja ka bërë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam muslimanëve më të lehtë. Atë ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an se jaciën nuk e falin pos muslimanët. Edhe namazi më i rënd për munafiqat, cili ka thënë alaihi sallallahu alajhi wasallam, namazi jacijës. Andaj vini re gjithmonë rini gati sabahut edhe jacijës. Sabahut edhe jacijës. Nëse e zë sabahun,
Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ata të cilët ecin në errësirën e natës për në xhami, përgëzoi me dritë në ditën e Kiametit. Ai në terë, kush ketë të fletjan, ai qohet me shku mu fal namaz. Ka thonë pejgamberi sa, kush del në errësirën e natës për me fal sabahun, edhe oftohet, apo ka thonë përgëzoi mi dritë ditën e Kiametit. Pse? Se ke ka zgjedh terrin për mi u bë dritë atje. Allah na mëson ya rabbal alamin.